Rivlerësimin e pasurisë qytetarët mund ta bëjnë ose duke i dhënë pronës vlerën reale që ka në treg me një rivlerësues të licencuar, ose duke pranuar çmimet minimale fiskale që ka vendosur Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Një mundësi është nëpërmjet kontraktimit të një vlerësuesi pasuri e paluajshme, duke synuar për t'i dhënë vlerën që meriton pronat. Bëhet raporti i rivlerësimit dhe më pas aplikohet në ASHK nëpërmjet Elbenja duke depozituar raportin e vlerësimit bashkë me licencën e vlerësuesit. Mënyra e dytë është mënyra me çmime minimale fiskale, ku shkon direkt në Elbenja, aplikon në ASHK pa bashkangjitur asnjë dokumentacion tjetër dhe ASHK në varësi të zonës ku je dhe në varësi të vjetërsisë së pronës të vendos çmimin minimal fiskal. Dhe çmimi minimal fiskal është çmimi referencës, siç i njohim në gjuhën e përditshme, minus 1% amortizim për çdo vit përdorimi. Secila rrugë rivlerësimi ka tarifa të ndryshme. Nëse kërkon që procesin ta bësh me çmimet minimale fiskale në treg, tarifa e shërbimit që duhet paguar llogaritet në varësi të shumës së tatimit që do të rezultojë nga rivlerësimi. Fillon me 3.500 lekë, tarifa që paguan ASHK deri në 10.000 lekë të re, pra 3.500, 7.000 edhe 10.000. Nëse drejtohesh te një rivlerësues i licencuar, tarifat janë të tjera. Nëse ndjek rrugën me një vlerësues të pasurisë paluajshme, në varësi të kompleksitetit pronës, raporti i vlerësimit për apartamente fillon diku tek 10.000 deri në 15.000 lekë të reja dhe më pas nëse ke zyra, nëse ke dyqane, shkon 40-50.000 lekë maksimumi, po themi për bare, restorante, për hotele, pra për objekte të cilat janë më komplekse. Ndryshe nga sa pritej, rivlerësimi do të bëhet me referencat e vjetra në 60 bashkitë e vendit, që janë rishikuar për herë të fundit në vitin 2016, ndërsa në Tiranë referencat u rishikuan në vitin 2023.